Hello friends, welcome back and happy Monday. Today it's March day 17. Happy St. Patrick's Day, and we celebrated together today St. Patrick's Day. Kemi një St. Patrick's Day vlog e të shohim se si do të jetë edhe sot. Okay, ja ku jemi. Today it's cold and raining outside. Edhe na po dalim. Tani du me marrën jaknën e trash, qëto mi vendosën edhe qëto gjepa qëto edhe po dalim, po këqyrim, po hecim. Qëto gjana po du mi vendosën qëto janë qëto, qëtët, edhe dishka tjetër. Po du me marrë një ram qështët, shkak se po du me bo edhe san pikturën këtu të shohim se si do t'ja vëjmë. Ja shiju në qytet, jam me qatë dhe gjithandi akoma është duke rënë, shkak se kom qatën dhe jemi dalë për shëtisim në qytetin me vërandësi në ditën e St. Patrickut. Ja ku erdha prej qytetit edhe kemi bo fotokopje kështu, kemi ble gjërat të cilat do t'ju tregoj tani si me të zeza qështët, po pse po janë edhe me qëta qështët, nuk po muj me ditën a mundet më largu apo jo të shohim, a do të bëhet mirë, a do të bëjmë disa përsëri si piktura këtu, po krejt të zeza nuk I gjojta, kështu që po ju tregoj që tashti se qa ka marrë. Shiko, isha une në dyqan një herët €1 dhe mora qëta, shiko edhe pse kjo e ka qëta mua nuk po më pëlqen, por që shiko është pak ma ndryshe, yes, po nuk po më pëlqeu për këtë pjesën këtu, por nuk ka tjetër, dy copa I ka marrë, €2 edhe qëto, shiko se sa të bukura ka marrën. Yes! Me vendos që shtët, nuk e di a muna. Po, yes! Edhe kështu të ban, edhe shiko. Nërën për këtyre këtu. Wow! Apo edhe. Shiko, se sa bukur! Fantastike! Dhe shiko. Wow! Më ka dalë taman ashtu se si e mendoja, që kjo mas pari do të vendoset qëtë, do të prehet kjo këtë, edhe do të vendoset këtu, por do t'ja vendosë, shiko, edhe kjo, do t'a marrë edhe një kështët për mi bo 3 copa, ndoshta vendosë qështët, ndoshta edhe qështët, edhe në midis në diqka kështu si dekore, edhe nuk po di qëta a vendosë qëta, yes, bukur shumë, fantastike të bukura, edhe, se mora edhe një qështët për këto, ok, e marrë ose tomorrow, ose today, dhe do t'i prej, edhe do t'i vendosim së pari qëto, edhe pasaj, ose me black dëshka, por se di me black a shkon, me shku me marrë letër të zez, me black, qëta me black edhe qëta me black, e qëta ndoshta me qasine, me provu. Yeah!
Ja ku Janisa po du me kry qita dhe po du me bo shiko se sa bukur e bëra, sa mirë, sa fantastike, shumë po më pëlqen, me të vërtet shumë po më pëlqen, dhe shpresoj që do ta gjoj edhe hanën në këtë mënyrë, edhe do t'i bojmë dy altare të diellit dhe altarin e hënës. Kështu që ja ku e kom qita, po du me vendosën qita, edhe për me vendos ta të shohim apo më bën qyshtët, po më duket që po më bën, edhe të shohim si duket. Oh my god, shiko se sa bukur, shiko se sa mirë po ren. Po duket qaq bukur po, në kamerë, por tu po ren fantastike, shiko se sa bukur. Oh my god, sa mirë. Kisha me gjujtë edhe të shiko edhe për me hënën me Moon, a me Sun është këtë. Jej! Fantastike, sta e kom largu pikturit këtë dhe shiko se sa bukur, sa mirë është bu. Oh, po më pëlqen shumë. Dhe kjo me këto shkon, nuk po di tani a me bu edhe këtë tjetrën. A shkon kjo tjetra qështu, për mi bu anash me qita, edhe mi vendosën dy shkak se bukur por janë fantastike mirë shumë. Oh my god, sa bukur! Shumë mirë, si kjo është me si moon, full moon, apshe, dhe fantastike. Shumë e bukur edhe kjo, por kjo por janë fantastike. Oh my god, që po më pëlqen qëto që i ka si me të vjetra, si me shumë vizatimi bukur, shumë, vizatimi mirë, fantastik. Shumë i bukur. Dhe tani do ta vendos atje te dhoma ime. Ja dhe ku e kemi edhe San Patrikun edhe sot këtu, të cilën kemi vendos imagjine dhe kemi vendos Happy St. Patrick's Day. Kështu që ja ku kemi edhe dekore të shumta për San Patrikun, të cilën kemi vendosur edhe jashtë, edhe këtu të anët aty dhe të shohim, kështu që të bëjmë prayer edhe të shohim se kështu të bukur mirë edhe today for St. Patrick's Day. Okej, ja ku është new altar! Ja ku është bukur kështu shumë, i ndrova i bona kështu, shiko se sa bukur po duken, kështu që të dyja i vendosa me këto dhe i largova ato, po duken bukur fantastike mirë shumë, këto dyja kështu dhe ja këtu ku e vendosa edhe mbretin shtatenarit dritën. Ja ku është edhe këtu, se sa bukur po duket kështu mirë, më duket që nuk po duket mirë kështu dhe super bukur. Por nuk po duket mirë. Kështu ja ku është, ja ku janë new altar for Boreola, spring edhe summer time, edhe ndoshta i lojmë për gjithmonë, edhe kështu që ja ku është altari i ri, edhe dua të bëj qëto, po du me marr edhe moon, nuk po di në këtë formë, apshe, i ka me 4 ylla këtu kështu, dhe me ylla të vogël kështu të bukur, edhe që kjo shumë e bukur, fantastike me këto, qëto po rinë më bukur se këto, do më thënë duna mja marrë ndoshta edhe kësajna këta për me ndru me boqenj, por ndoshta qëta me vendos dikon tjetër këtu, edhe qëto me vendos diçka prej këtyne kështu që mi bo 8-4 trijat bashk dhe po shkojnë ma bukur kështu. Kështu që ja ku është edhe new altar edhe bukur fantastike shumë mirë. Abi aldın mı zerrini? Yok. Dur abi zerri. Dur sakin ol. Abi zerriye gitmem lazım benim. Abi sakin ol. Her şey geçecek. Abi gitmem lazım. Abi dur. Sakin. Tamam.
Tamam abi, tamam. Geç. İyi olacaksın. İyi olacaksın. Ja, ku e kom dhezë edhe qirion edhe sonte, edhe po shikoj filma, kështu që ja ku është edhe e lulja ime këtë, trëndafili, edhe ja qirion. Kur fantastik kështu së bashku me këtë kështu. Ue. Ja ku jemi edhe këtu, edhe ka ardhë mbrëmja, edhe qëtu të hapave po I lojmë qëtu, edhe po I nxjerrim të tjerat këtu për mëngjes, edhe po I bojmë gati edhe shtratin, edhe po veshim pijamat, kështu që pijamat I kom lënë që aty, kështu që sot ishte edhe një video tjetër për edhe si vjet për St. Patrick's, edhe si kësa here e bom e ndru, mua po më pëlqen dhe do t'i lu këto dyja për gjithmonë këto, edhe pastaj të shohim edhe për këtu diçka ndoshta, dhe edhe këtu ndoshta t'i bëjmë lëvizje. Mua po më pëlqejnë më shumë këto që janë me të si të verdh, kështu si ngjyrë ari dhe por I më bukur se këto të zezat për I kanë. Dhe të shohim e ble edhe nesër tu morën ndoshta edhe një dy copa, apo edhe për me bundë një tjetër, kështu që e shohim. Kështu që kjo është pra tëra, edhe vetëm po e përfundojmë videon edhe shihemi në video tjera. Kjo pra është edhe tëra, sa I përket edhe kësaj video sot për St. Patrick's me të 17 maj. Gjithë ju që pëlqeni videon ja bëni like edhe bëni subscribe për më të gjitha videon në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.